Njeriu është vërtet ajo që thotë, është programuar për të krijuar si një makinë, programuar për të krijuar modele. Dhe ka shumë gjasa që ti besoj rastit kur macja e zezë vërteton një ngjarje negative, po, Po ne kemi shprehje tëra, për shembull kanë qenë i vogël thoshin mos ha djath me peshk se helmohesh. Duhet helmohesh. Ajo vinte nga varfëria. Ajo ishte nga varfëria. Jo, si se lidhë me varfërinë. Ku do ke ndodhur dikujt edhe hapet edhe njerëz. Po dhe ajo është që ka ndodhur dikujt. Po janë të dyja që prishin shpejt, edhe Bulmeti, edhe Peshku. Ka raste që besoj kanë prishur dhe karriera dhe jetë njerëzish, si rastin e Mia Martinit në Itali. Po, Mia Martini pas shumë suksese dhe një këngëtare shumë e veçantë, nuk ishte gati dhe nuk donte që të nënshkruante për etiketat fuqishme. Dhe etiketat e fuqishme dhe thënë bashkë me zyrat e tyre të shtypit, arritën përfundimin që duhet ta dërmojmë këtë këngëtare, sepse po krijonte një pol tjetër jashtë tregut fuqishëm muzikor italian, dhe disa menaxher dhe drejtues të zyrave të shtypit filluan të hapin fjalë në zonat vogla të Milanos, pastaj të Romës në rrethe artistike, që mos e ftonin Mia Martinin sepse kishte ndodhur një aksident në skenë, sepse sjellters. Zëri u hap me shpejtësi të jashtëzakonshme, kjo tregon dhe njerëz italianë. Edhe kompanitë e mëdha morën seriozisht, nuk e ftonin Sanremo, i mbyllën dyert e televizioneve, të radiove, të shtëpive diskografike. Jo, po këtë e kam dëgjuar edhe për persona tjerë, thonë ky këngëtar sjell energji negative në skenë, sjell. Ka disa. Ajo energjia Po në rastin konkret ajo kaloi në overdozë, më pas pati një rikthim me ndihmën e Pippo Baudos, po prap nuk arriti dot ta. Nuk e theu dot për persekutimit. Edhe u largua skena një nga yjet më të mirë. Kotori, je dakord me Çakon? Une nuk kisha dasht bashkë me gjyku kaq ashpër është rren, është gënjeshtër, është sa të na nuk e dim në këtë shekull që ka po shohim në për televizion, shumë gjana po na dalin gënjeshtra të cilat na i kena besu shumë fardesat. Kush për shumë? Po që du kena aferat ndryshme. S'po du me dalë piteme. Ali, mos ne apo do aferat? Po. Kemi Po tonat s'po du me dalë piteme, po du me tregu që nëse qiton tokë, në rruzullit toksor, se cila gjah, se cila bim, se cila blet, se cila insekt, se cila gjales, e ka punën e vetë, e ka ciklin për çka funksionon, për çka është këto. Pa tjetër, edhe Olti ka punën e vetë, për çkun ka hëna me Oltin. Lutem, më ndërprej. Hana ndikon në nivelin e ujit në tokë, që hana. Apo dëmë për hanën. Po s'ka punën me ujit, ka ujë në shtëpi. 80% organizmi ti ishtë ujë. Ka punë Olti, se Olti është degafore. Kështu që shenjë ujë, ka lidhje me hënën, me ujin. Ndikon hënën në qanë, të ngrit për 1 metër nivelin e ujit. Jo, për 1 metër ishe ik 2/3 e globit. Po ngrit 1 metër ujë ikën, Maldive të parat. Në trupin e njeriut nuk ndikon ka. Shkenca po të kalzon që jetë 80% ujë. Po si e vetëm trup. Dëgjom, si do që tjetë, astrologjia nuk është fallë. Astrologjia është një shkencë që ekziston prej sumerve. Gjithë shkencëtarët thotë që astrologjia është pjesë e magjisë. 5.000 vjetë para lindjes Krishtit. Kena fakte që e kanë përdor astrologjinë si alat. Sumerët kanë qenë astrologë, kanë qenë magjistar. Nëse një ren ka mujtë me funkcionu 7.000 vjetë gjallë, atër na qenë kemi tonë... Jo, 7.000 vjetë kanë egzistu shumë rena, se bota mbi këto nuk... Të vetë me të gjëra që nuk shterën botë kur është rena. Andrej Mallë, priste yje që të vendosesh në një vjetë për bërë një sulm. Nuk rrinë kot atje ku rrinë, edhe ata kajnë punën e vetë. Punën e vetë e kuptojnë, po me Oltin shkanë? Me Oltin kur gjo kjo ka halë me njërë të kuqe. Aje ka të e kuqa? Po. Atëherë, ajo çfarë po thot Antigona është të vërtet, astrologjia është shkencë. është shkenca ose kuptimi shkencës. Ma ke thënë dhe njerë tjetër është shkencë, po si është shkencë, ma shpjego. Po shpjegoj. Shkencë çfarë do me thënë, është studimi i njohurive të caktuara në një disiplinë të caktuar. Astrologjia pikërisht të bën. Studion në lëvizjet planetare dhe ndikimet që vjen re në tokë. Po si vjen, si bëhet lidhja midis lëvizjes planetve dhe po quajmë reakcionit që kanë tokë? Patjetër. Në radhë të parë, kemi diçka shumë të gabuar që themi që planetet ndikojnë tek njerëzit, ndërkohë që kjo nuk është e vërtetë. Është reflektimi ai që ne lexojmë. Pra, energjia. Është reflektimi. Pra, ajo çfarë do të ndodhë nuk është se përcaktohet nga planetet. Ne lexojmë në bazë të këtij reflektimi që ka drita te këto planete.
Dhe në rastin e hënës, sa po përmendit Antigona, duke qenë se ndikon tek hormonet tona, detyrimisht edhe ne ndikohemi në sjelljet, në reagime ose në ndjenjat tona. A mund përdoret astrologjia për të parashikuar të ardhmen e njeriut? Dëgjom, e ke rastin e Agatha Christit. Agatha Christie ka shkruar vepra në të cilat tanë bota i ka lexuar, janë ribotu shumë herë. Tash me astrologji, me ba me të kalzu, unë kur t'ja qili hartën një njeriut me karakteristikat saja, unë thamë kjo është potencialisht vrasës. Mirë po e ka qenë... Agatha Christie? Për shembull. Po mund t'jetë me atë stil që ka jo... Ajo atë energji e ka përdor për më bo shkrimtare. Se mund t'ishe bo vrasës, të ati? E përdor më bo vrasës, dikush tjetër e përdor... A ma zbërthen do të energjinë e Trumpit, po e kuptove do të qatë thot sot, thot nesër? Ajo është binjak, janë dy atë. Janë dy persona një. Qëse do t'i përgjemi pyetjes nëse mund të parashikojmë të ardhme, po i them në këtë mënyrë. Ato shkronjat që lexoni aty, ku i dini kuptimin? Secila ka një kuptim të vetën apo jo? Ju keni mësuar alfabetin, prandaj dhe mundeni të lexoni. Po. Çdo vendosje planetare ka një simbol të tij dhe ne arrim që të lexojmë këtë. Kush e vërteton që ka një lidhje mes vendosjes planetare dhe impaktit Ne kemi përcaktuar si njerëz, një lloj siç kemi dhënë kuptim këtyre shkronjave dhe ne kemi dhënë një kuptim të caktuar këtyre vendosjeve planetare. Atë kuptojmë. Dhe në bazë të tyre marrëdhëniet që ato kanë me njëra tjetrën. Vendosjet e tyre, një lloj siç e kemi, për shembull, nëse h-ja vjen pas s-s dhe ky lexohet sh, do të njëjtën kuptime ka dhe në astrologji. Që astronomia unë kuptoj lëvizjet gjitha. Unë po them si lidh ti. Ja pra janë dy gjëra ndryshme. Si lidh ti astronomia është lëvizja e planetëve. Si lidh ti këtë lëvizje të planetëve me reflektimin e saj në tokë ose relacionin që ka me jetën këtu. Po shpjegoj me njëherë, çdo vendosje planetare, në bazë të studimeve mira vjeçare, siç e tha Antigona, kemi kuptuar që çdo vendosje jep një ose ka një reflektim të caktuar në tokë. Si rridhoj, në momentin që ne shikojmë të njëjtën vendosje, themi që mundësia më e madhe është që të ndodhë njëjtë gjë. Këtu punojmë me probabilitet. Na nuk shikojmë fatin, na të kallzojmë kur e ke cila është probabiliteti më i lartë kohën më të mirë me fitu pare, kur e ke kohën më të mirë për shembull Skefil kafe ti vllai gjithë. Ju them diçka Blendi. Mirë me gjithë dashurinë. Astrologjia është navigacion. Ti mundesh mu nis me makinë dhe më shku tu vet njerëz. Ku është kjo, mundesh mi nes navigacionin, e shef rrugën. Po pse po erdha unë këty për shembull, magjenti kur mund bëj parë unë? Po si jo? Ua. Po si jo? Si mund të më falni, nëse ju jeni kaq të saktë, po. Atëherë pse nuk e gjeni ju për shembull te njerëzit që blejnë bileta për këto lojrat e fatit, se do ishin bërë njerëzit milioner, që ti gjeni numrin që ai duhet fitoj. Pra, është një spekulim shumë i madh dhe do t'ju flas pak për astrologjinë. Kjo ka lidhje me lindjen e Krishtit. Magët erdhën, kush ishin magët? Vinin nga Sumerët, nga Babilonët, të cilët erdhën dhe e ulliqeshin nga një yll që i çoi drejt Palestinës. Po çfarë ishte ky yll? Por magët ai mendon se ishte një yll, por ishte një angjëll i cili i çoi te Krishti. Dhe po lexoni ungjillin, magët hoqën dorë nga astrologjia, e kuptuan se ishte një mashtrim dhe ishin të parët nga kombet që mësuan të adhurojnë Zotin dhe të heqin dorë nga yjet. Kjo është një gënjeshtër shumë e madhe dhe e lashtë. Por mirë njerëzit më fal. Njerëzit primitiv që nuk dinin dhe i shikonin yjet si zota. Po sot thua din shekull. Po sot ku njeriu ka mësuar astronominë, ka mësuar shkencë, ka mësuar kimin, si mund besoj se një trup inert dikon në psikikën tonë? Edhe kimia, edhe matematika, edhe gjeografia, edhe gjitha këtë bashkë të mbledhen në astrologji. Gjitha bashkë mbledhen në... Ore, a t'japi fotografi unë më thuti mua si do i shkoj fati ati? Me fotografi nuk mu më duhet data lindjes, ora lindjes edhe vendi. Ore, me gjeni qik datë në lindjes, orë në lindjes e dramës. Po nuk moj do t'mi pas programin. E bojmë më skemën. Ma gjej qik për e dramën, amon. Ekziston për shembull planeti Merkur, i cili tregon mënyrën se si na komunikojmë. Me Merkurin retrograd në e kanë zi jetën gjithë. Për shembull, Merkuri... Në vindova. Kemi që të gjithë njerëzve, tani ka një shërbe. Më se e quan vetëm të astrologjia, se se vetëm astrologjia. Ishte vetëm një rast mi të regu. Unë e kam pas një klient, një nanë e cila ka bo hartë natale për djalin e vetë. Edhe e më shifte djalin, e largon të prej kamerës, edhe unë e tash na duhen me pas shumë kujdes se si e spjegojmë atë. Unë e shoh që djali ka problem me të folun. Edhe i tham, a ka djali problem me komunikim? Po. Edhe më thot, unë e kam djalin me spektër. Po i thom, mirë, që s'po kallzon?
pse deshti me pa po di unë. Pozicionin e Merkurit unë e di. Problemi ishte që nana ishë mas mu se djali. Se ajo nuk donte me pranu që djali ai që për shembull nuk ka probleme të folën, ai ka dur. Kotori ti dallon këta që ne i quajmë budallej? Astrologjistë, I dallon. Tjetër apo po shkoni seancë të Parlamentit Shqipërisë ama. Besoj që ata janë klienta shumë të mirë. Janë klienta të mirë këta të politikës. Janë klienta shumë të mirë. Politikanët janë klienta të mirë. Shumë të mirë.